Me ishtë Zotit do desha vëllezër të lexoj diçka nga fjala e Perëndisë në letra Romakëve, letra drejtuar Romakëve, faqja 186, kapitulli 12, dhe po lexoj nga vargu 9, vëllezër. Kapitulli 12, nga vargu 9, letra drejtuar Romakëve. Ta shohim me vëmendje vëllezër, aleluja, se çfarë Zoti do të na japë sot nga fjala e Tij. Dashuria le të mos jetë me hipokrizi. Urrejeni të keqen dhe ngjituni pas së mirës. Duajeni njëri tjetrin me dashuri vllazërore. Në nderim tregoni kujdes me njëri tjetrin. Mos u tregoni të përtuar në zell. Jini të zjartë në frymë, shërbeni Perëndisë, të gëzuar në shpresë, të qëndrueshëm në shtrëngime, këmbëngulës në lutje, ndihmoni për nevojat e shenjtorëve, jini mikpritës. Bekoni ata që ju përndjekin. Bekoni dhe mos mallkoni. Gëzoni me ata që gëzohen dhe qani me ata që qajnë. Kini të njëjtat mendime njëri me tjetrin. Mos lakmoni për lart, por rrini me të përunjurit. Mos e mbani veten për të mençur. Mos ja ktheni kurkujt të keqen me të keqe. Kërkoni të bëni të mirën përpara të gjithë njerëzve. Po të jetë e mundur dhe aq sa varet prej jush, jetoni në paqe me të gjithë njerëzit. Mos u akmerrni për veten tuaj, o të dashur, por i jepni vend zemrimit të Perëndisë, sepse është shkruar, mua më përket akmarrja. Unë kam për të shpaguar, thot Zoti. Nëse armiku yt, pra ka uri, jepi të ajë. Në pas të etje, jepi të pije, sepse duke bërë këtë, do të grumbullosh mbi kryet të tij thëngjij të ndezur. Mos u mund nga e keqja, por mundet të keqen me të mirën. Amin. Letër drejtuar besimtarve, kudo motra dhe vëllezër, aleluja, për të parë se si është besimtari në jetën e vet, cila është shpresa e tij, për të kuptuar vëllezër, aleluja, qëllimin e thirrjes të Perëndisë për çdo njeri prej nesh. Perëndia, vëllezër, ka një qëllim, që ne jemi këtu. E falenderojmë Perëndin. Qëllimi i Perëndisë është, motra dhe vëllezër, të shpëtohen të gjithë njerëzit, pa përjashtim. Ky është dhe vullneti i Perëndisë. Dhe këtë Zoti, motra dhe vëllezër, e bëri duke na dhënë një shembull me Jezus Krishtin. Në kryq të Golgotës, lavdi emrit të shenjtë, erdhi, u flijua për mëkatarët. Që të gjithë ata që e fyenin, e shanin, nuk e njihnin, motra dhe vëllezër, ai t'i falte dhe të shpëtoheshin nëpërmjet këtij flijimi. Ai është shembulli, motra dhe vëllezër, aleluja, i çdo të krishteri. Dhe për këtë është thirrur i krishteri, vëllezër, lavdi emrit të shenjtë, që të ecë në këtë rrugë që hapi Jezus Krishti.
Dhe që të mundet, motra dhe vëllezër, aleluja, që i krishteri të ecë në këtë rrugë me Zotin, Zoti tha, nuk do t'i jesh vetë, por do të dërgoj ngushëlluesin, frymën e shenjtë, që do t'i jetë përgjithmonë në ju, dhe ai do të bëjë këtë vepër në ju. Zoti, motra dhe vëllezër, do t'i japë frymën e shenjtë çdo besimtari, dhe fryma e shenjtë është fuqi, motra dhe vëllezër, në besimtari, për të ecur në këtë rrugë. Nuk mundet besimtari pa këtë fuqi, motra dhe vëllezër, aleluja, të rezistoje kundërshtive. Në këtë rrugë do keni kundërshti, vëllezër. Kjo rrugë, thot Zoti, vëllezër, është e ngushtë. Dhe njeriu nuk mundet vetëm, motra dhe vëllezër, aleluja, të ecë në këtë rrugë. Prandaj Zoti tha, do t'ju dërgoj ngushëlluesin, frymën e shenjtë, që është Perëndia në ne, motra dhe vëllezër, aleluja, fuqi në ne për të bërë vullnetin e Perëndisë. Dhe fjala na mëson, motra dhe vëllezër, aleluja, që ne të shohim vërtet ku është besimtari në këtë rrugë. Fjala e Perëndisë është pasqyra e çdo njerit prej nesh, që kontrollon veten, motra dhe vëllezër, aleluja, dhe nëpërmjet frymës së shenjtë që Zoti na ka dhënë, marrim fuqi për të riparuar gjërat, dobësitë tona dhe për të kthyer në këtë rrugë, motra dhe vëllezër, aleluja. Dashuria le të mos jetë me hipokrizi. Urejeni të keqen dhe ngjituni pas së mirës. Fryma e Perëndisë, vëllezër, aleluja, është dashuri. Por jo një dashuri njerëzore. Prandaj këtu thot, nuk është hipokrizi, motra dhe vëllezër, aleluja, dashuria. Dashuria me hipokrizi është njerëzore. Ai që do atë, motra dhe vëllezër, aleluja, që e do, nuk përmbush vullnetin e Perëndisë. Dashuria e Perëndisë erdhi për mëkatarët. Erdhi për ata që nuk e njihnin, për ata që e kryqëzuan. Dhe ai në këtë rrugë, motra dhe vëllezër, falte. Kjo është dashuria e Perëndisë. Dhe ne na thotë, jo një dashuri me hipokrizi që është mishore, njerëzore, por një dashuri të pastër që vjen nga qielli, që vjen nga fryma e Perëndisë dhe banon në i krishteri, motra dhe vëllezër. Dhe kjo lloj dashuri ka paqe. Çfarë do lloj gjëje që ti ndodhin, ai lavdëron Perëndinë. Falenderon Zotin, motra dhe vëllezër, aleluja, për shkak të emrit tim do të përndiqeni. Për shkak të emrit tim do t'ju futin në burg. Do t'ju përjashtojnë nga sinagogat. Unë mund apo të. Edhe ju do ta mundni, thotë Zoti, motra dhe vëllezër, aleluja. Kjo është rruga e të krishterit. Lavdi e emrit të shenjtë. Por, thotë motra dhe vëllezër, urejeni të keqen. Nëse shek diçka, motra ime, vëlla im, aleluja, që është e keqe, ureje. Dhe ngjitu pas së mirës. Cila është e mirë në sytë e Perëndisë që unë të bëj? Dhe shembulli që erdhi në jetën tonë Jezus Krishti do të na mësojë, motra dhe vëllezër, aleluja, cila është rruga ime. Dhe fryma e shenjtë do të më japë forcë dhe fuqi për të ecur në këtë rrugë, sepse është e vështirë, vëllezër, lavdi e emrit të shenjtë. Prandaj kërkoni, thotë, të mbusheni plot në frymën e Perëndisë. Dhe veprat e apostujve filluan, motra dhe vëllezër, aleluja,
Kur fryma e shenjtës zbriti nga qielli, u mbushën të gjithë apostujt dhe ata që rinin me ta, thotë, dhe atëherë filloi vepra e Zotit. Pse? Sepse fryma e Perëndisë çfarë bën, motra dhe vëllezër, aleluja? E bën tufën të zgjedhurit popullin e vet në një mendje. Nuk ka kundërshti brenda, motra dhe vëllezër, aleluja, në trupin e Krishtit. Sepse na thot jemi që të gjithë gjymtyrë të njëri tjetrit. Gjymtyrë që do të thot i shërbejmë njëri tjetrit. Nuk i shërbejmë vetes tonë, por i shërbejmë njëri tjetrit. Dhe kështu duke i shërbyer njëri tjetrit, është trupi i Krishtit, motra dhe vëllezër, aleluja. Që qëndron ky trup, motra dhe vëllezër, duke adhuruar Perëndinë, i ulur në fron, në qiell. Si mundet, vëllezër, aleluja? Shkoni do t'ju lexoj diçka, motra dhe vëllezër, aleluja, që kjo që po them është vërtet, vëllezër, aleluja. Mos e hapni, në Efesianët, është kapitulli i 2, dhe po lexoj nga vargu 6. Dhe na ringjalli me te, dhe me te na vuri të rimë në vendet qiellore në Krishtin Jezus. Na ringjalli me te. Që do të thotë, nuk jemi me në një trup mishor, motra dhe vëllezër, aleluja. Trupat tanë vdekatare u larguan, motra dhe vëllezër, aleluja, dhe erdhi fryma e Perëndisë dhe bëri trup tjetër, motra dhe vëllezër, frymëror. Një trup, motra dhe vëllezër, aleluja, një krijesë frymërore. Po trupi ynë është tempull tani ku banon Perëndia, vëllezër, aleluja. Jo tempull për të bërë vullnetin e mishit, po tempull për të bërë vullnetin e Perëndisë që banon në ta. Dhe ai që ka këtë frymë, motra dhe vëllezër, brenda ti është ulur në vende qiellore. Ai ka gëzim, motra dhe vëllezër, aleluja. Pse? Sepse e di kujt i shërben. Dhe kjo ndodhte me të gjithë të krishterët, motra dhe vëllezër, që ishin në frymën e Perëndisë dhe nuk ju bënte përshtypje jeta e tyre se çfarë ndodhte me ta, se si i përndiqnin, se si i vrisnin, me ç'mënyra, motra dhe vëllezër, aleluja, vepronin në ta. Ata kishin gëzim dhe adhuronin Perëndinë dhe thoshin, fali o atë, mos u allogarit këtë mëkat që bëjnë në ne. Lavdi e emrit të Shenjtë. Ku e gjenin këtë forcë të krishterët, motra dhe vëllezër, aleluja? Në frymën e Perëndisë që ishte në ta. Duheni njëri tjetrin me dashuri vllazërore. Duheni njëri tjetrin dhe çmojeni, thotë fjala e Perëndisë, më shumë se veten. Kjo është dashuri vllazërore, vëllezër, aleluja. Jo dashuri vllazërore njerëzit e mi. Jo. Dashuri vllazërore do të thotë ta duash më shumë se veten. Ta çmosh tjetrin më shumë se veten. Pse, motra dhe vëllezër? Sepse fryma e Perëndisë është në ta, dhe kur t'ja keni bërë këto njëri tjetrit, thot Zoti, ma keni bërë mua. Kemi çmuar Zotin, motra dhe vëllezër, kur çmojmë vllajin dhe motrën. E falenderojmë Perëndin. Dashuria juaj të jetë dashuri vllazërore. Dhe në nderim tregoni kujdes njëri me tjetrin. Ta nderoni, thot motra dhe vëllezër, vllajin, aleluja. Jo, se cili, motra dhe vëllezër, aleluja, vjen për veten e vet. Jo, e shikon vllajin. Përshëndetje, motra ime, aleluja. Zoti është me ne, vlla, lavdi e emrit të Shenjtë. Zoti të bekojë, motër, lavdi Zotit. Jemi bij të Perëndisë, vëllezër, aleluja.
Prandaj thot në nderim, tregoni kujdes me njëri tjetrin. Nuk ka këtu, motra dhe vlezër, aleluja, të pasur, të varfër, me pozitë, pa pozitë. Nuk ka, motra dhe vlezër, aleluja, në kishën e Perëndis. Në kishën e Perëndis janë të gjithë të zgjedhurit e Perëndis, populli i Perëndisë. Kjo është fryma që duhet të ketë çdo njeri, motra dhe vlezër, aleluja. Mos u tregoni të përtuar në zel. Mos përtoni, thot motra dhe vlezër, por të jeni të zelshëm për të bërë vullnetin e Perëndisë. Sepse për këtë jetojmë tani. Nuk jetojmë me, vlezër, aleluja, për këtë botë. Nuk jetojmë me për të ndërtuar, për të menduar gjëra të mëdha, për këtu në tokë, vlezër, aleluja. Zoti po vjen. Fryma e shenjtë na foli, motra dhe vlezër, aleluja. Zoti po vjen. Çfarë bëjnë bijtë e Perëndisë, motra dhe vlezër, kur ti shihni të gjitha këto gjëra që po ndodhin, kur njerëzit do të flasin dhe do të mblidhen për paqe, përgatiten për luftë. Dhe të gjitha këto gjëra po ndodhin, kur të shihni të gjitha këto gjëra, ngrini kokën lart, thot Zoti. Ardhja e Zotit tonë është afër. Njerëzit nuk e kuptojnë, vlezër, aleluja, por Zoti nëpërmjet fjalës të Perëndis na bën të ditur që ne të shohim dhe të kuptojmë kohët, ku jemi, ku jetojmë, motra dhe vlezër, dhe çfarë presim. Jeni të zjarrtë në frymë. Shikoni, vlezër, aleluja, të gjithëve ju drejtohet fjala e Perëndis. Jeni të zjarrtë në frymë, do të thotë të mbushur plot në frymën e Perëndisë. Fryma e Perëndisë të na drejtojë kudo që shkojmë, vlezër. E falenderojmë Perëndin. Shërbejni Perëndisë. Kjo është shërbesa jonë, motra dhe vlezër, aleluja. Të shërbejmë Zotit tonë. Kjo është feja jonë, motra dhe vlezër, aleluja. Feja e pastër dhe e panjoll për të krishterën, thot fjala e Perëndisë, është të duash nevojtarin dhe të qëndrosh pranë atij që ka nevojë. Kjo është feja jonë, vlezër, aleluja. Të qëndrosh pranë jetimit, thot, atij që s'ka njeri. Kjo është fe e pastër dhe e panjoll, vlezër. Lavdi Zotit. Të gëzuar në shpresë. Që do të thot, motra dhe vlezër, aleluja, ajo që presim sjell gëzimin në zemrat tona. Jo ajo që kalojmë. Ajo që kalojmë është, motra dhe vlezër, aleluja, kalimtare. Por ne jemi thirrur dhe kemi një shpresë të madhe në Zot. Kjo është thirrja për të gjithë, motra dhe vlezër, aleluja, dhe thot të gëzuar në shpresë. Nga burgu, motra dhe vlezër, pali ju shkruan të njerëzve, gëzoni, gëzoni, vazhdimisht gëzoni. Nga burgu kishte gëzim, motra dhe vlezër, aleluja. Nga vinte ky gëzim në shpresa, motra dhe vlezër, aleluja, që kishte në Perëndim. Po bënte vullnetin e Perëndisë, motra dhe vlezër, aleluja. Dhe çdo gjë që kalon është vullneti i Zotit, vlezër, lavdi Zotit. Zoti është i gjithdijshëm, motra dhe vlezër, dhe di gjithçka. Me atë që po kalon ti, me atë që po kalon vllai, me atë që po kalon mu. Nuk i ka shpëtuar Zotit, motra dhe vlezër, aleluja, problemi që ke ti. Por çfarë, pse ndodh, motra dhe vlezër? Çdo gjë që lejon Perëndia është, motra dhe vlezër, për të mirën tonë, për të gjithë ata që e duan Perëndimin. Lejon Zotin gjëra të tilla, po patjetër, motra dhe vlezër, aleluja, duke folur për Zotin dhe duke ju folur me dashuri njerëzve të tij. Stefani, motra dhe vlezër, aleluja, tregonte gjithçka
që profecit që ishin bërë për Jezus Krishtin, që njerëzit që e dëgjonin të shkonin tek Jezus Krishti, motra dhe vlezër, aleluja. Kjo nuk ju pëlqeu njerëzve. Morën gurë dhe filluan, motra dhe vlezër, aleluja, ta vrisnin. Dhe ai i gëzuar, motra dhe vlezër, aleluja. Po ku e pe gëzimin? Fali o atë, sepse nuk ti në gjbenë. Dhe pa qiellin e apur, motra dhe vlezër, aleluja. Lavdi Zotit. Ky është i krishteri, vlezër, aleluja. Filipin e mori fryma e shenjtë e çoi në Gaza. Pasi mbaroi këtë vepër, e mori fryma e shenjtë e çoi në Azot, dhe njerëzit pranuan Jezus Krishtin. E falenderojmë Zotin. Kjo, vlezër, është vepra e Zotit. E falenderojmë Perëndin. Ky ishte gëzimi i tij, motra dhe vlezër, aleluja. I shërbente Zotit në çdo gjë. Po jeta ime, jeta jonë është të fshehur në Jezus Krishti, vlezër, aleluja. Kur të vijë ai, jeta jonë, atëherë do të përdallëhemi, atëherë do të shohim këtë thirrje të madhe, këtë thirrje hyjnore që Perëndia na ka bërë të gjithëve, motra, vlezër, aleluja. Të gëzuar në shpresë, të qëndrueshëm në shtrëngime. Nuk thotë s'do vinë në vështirësi, motra dhe vlezër, aleluja. Do t'ju shtrëngojnë. Kujt i intereson të na shtrëngoj ligu, motra dhe vlezër, aleluja? Por ju thot të qëndrueshëm në këto shtrëngime. Lavdëroni Perëndinë. Shpresa jonë është e madhe. E falenderojmë Zot. Do të vinë në ditë të tilla, thot Zoti, vlezër, aleluja. Mos keni frikë. Unë jam me ju. Nuk kam për t'ju braktisur kurrë. Dhe Zoti është besnik, vlezër. E falenderojmë Perëndin. Ai asnjëherë nuk ka për të braktisur ata që e duan Perëndin. Të qëndrueshëm në shtrëngime. Këmbëngulës në lutje. Vazhdimisht, motra dhe vlezër, duke këmbëngulur në lutje për atë çka duam, Zoti do ta bëjë. Ka prind, motra dhe vlezër, aleluja, që t'i kërkojnë fëmija diçka dhe nuk do t'ja bëjë. Mund të mos ja bëjë për momentin, motra dhe vlezër, sepse i gjykon që nuk është për te. Por nëse këmbëngul vazhdimisht, motra dhe vlezër, aleluja, ai do t'ja bëjë. Ai do t'ja plotësojë sa më shumë aty ynë qiellor, motra dhe vlezër, aleluja. Kur ne këmbëngulim në lutje për çfarë? Për të bërë vullneti i Perëndis. Kërkoni në radhë të parë mbretërinë e qiellit. Kjo është kërkesa e të gjithë të krishterëve, vlezër. Të bëhet vullneti yt si në qiell dhe mbi dhe. Dhe në ne, motra dhe vlezër, aleluja. Të bëhet vullneti i Perëndis në ne. Cili është vullneti yt, Zot, të bëj unë? Çfarë dëshiron që unë të shërbej për ty, Zot, aleluja? Këmbëngulës në lutje. Më jep, Zot, të kuptoj. Më jep, Zot, të shoh. Lavdi emrit të shenjtë. Më mbush, Zot, me frymën tënde. Ndihmoni për nevojat e shenjtorëve. Ndihmoni, motra dhe vlezër, në nevojat e njëri tjetrit. Këta janë shenjtorët, motra dhe vlezër, të zgjedhurit e Perëndis janë shenjtorët. E falenderojmë Perëndin. Ndihmoni në nevojat e njëri tjetrit. Ata çdo gjë e kishin të përbashkët. I ndanin pasuritë, thot motra dhe vlezër, aleluja, i shpinin në këmbët e apostujve dhe çdo njeri merrte, motra dhe vlezër, aleluja, aq sa kishte nevojë. Nuk ju mungonte buka, motra dhe vlezër, lavdi emrit të shenjtë. Jini mikpritës. Këto janë karakteristika, vlezër, aleluja, që duhet t'i ketë i krishterin në jetën e vetë. Mikpritës, vlezër, aleluja. Porta t'jetë e apur për çdo njerin që troket. E falenderojmë Perëndin, vlezër. Aleluja. Dhe tani 14 bekoni ata që ju përndjekin. Bekoni ata që ju përndjekin. Fillon vështirësi, motra dhe vlezër, aleluja. Fillojnë
të rriten vështirësitë në kërkesat që kërkon Zoti në ne. Si mundet, motra dhe vëllezër, një njeri të bekojë atë që e përndjek? Nuk mundet, vëllezër, aleluja. Atëre çfarë thotë Zoti, vëllezër? Eja një tek unë. Kur nuk mundemi, motra dhe vëllezër, në momente të vështira, që e shohim që unë nuk arrit dot ta fal, unë nuk arrit dot të lutem për te, do shkoj në Zot, motra dhe vëllezër, aleluja. Zoti ti thua bekoj ata që të përndjekin, më jep forcë, Zot, të bëj vullnetin tënd. Kjo është e pëlqyer në sytë e Perëndisë. Dhe do t'i lutemi Zotit, motra dhe vëllezër, aleluja, që t'i duam, të lutemi për ta, të kujdesemi për ta, motra dhe vëllezër, aleluja. Bekoni dhe mos matkoni. Nuk mundet, thotë Zoti në një shkrim tjetër, motra dhe vëllezër, aleluja, nga i njëjti burim të dalë dhe ujë i kripur dhe ujë i ëmbël. Dhe i krishteri, motra dhe vëllezër, aleluja, është thirrur nga Perëndia për një vepër të fuqishme, për një vepër të bekojë. Jo të mallkojë, motra dhe vëllezër, aleluja. Ka vend mallkimi në të krishterët, por vetëm bekimi, motra dhe vëllezër, aleluja. Gëzoni me ata që gëzohen. Do të thotë mos i ke zili, motra dhe vëllezër, aleluja, vëllezërit që Zoti i ka bekuar, por jepi lavdi Perëndisë dhe thuaj falenderit për vllajin që ti e bekon o Zot. Falenderit për motrën o Zot që i shkojnë në punë të mira, që ti je me te. Gëzo për këtë gjë që Zoti e bekon vllajin apo që Zoti e bekon motrën. E falenderojmë Perëndinë. Duhet të ekzistojë asnjë lloj çmire brenda të krishterit, vëllezër. Nuk është i krishtera ai që ka çmire. Mendon, motra dhe vëllezër, aleluja, se është i krishter dhe nuk e bën e ardhura të krishter, po e bën, motra dhe vëllezër, ndryshimi që ka bërë në jetën e tij. Cili është ndryshimi? Jam si qisha më përpara apo jam një krijesë tjetër ku njerëzit shohin vërtet diçka ndryshe? Një krijesë të re. Dhe kjo krijesë e re është kur fryma e Perëndisë e udhëheq të krishterit. Kur ai qëndron në frymën e Perëndisë, e bën, motra dhe vëllezër, aleluja, këtë vepër. Kini të njëjtat mendime njëri me tjetrin. Kini të njëjtat mendime njëri me tjetrin. Të gjitha këto, çfarë janë, motra dhe vëllezër, që Zoti na thotë? Nëse nuk kemi të njëjtat mendime, kemi problem. Zoti thotë të keni të njëjtat mendime. Dhe çfarë problemi kemi, vëllezër, aleluja? Fryma e Perëndisë. Sepse këtë vepër e bën fryma e Zotit, vëllezër, aleluja. Dhe prandaj gjithë secili, nëse do të jemi të mbushur plot në fryma, do të jemi në të njëjtën mendje që të gjithë. Pse? Sepse është e njëjta fryma. Nëse kemi kundërshti, do të thotë që është mendimi im. Mendoj unë kështu. Duhet fryma e Perëndisë të na sjellë të gjithëve në unitet, vëllezër, aleluja. Prandaj kemi nevojë që të gjithë që të udhëhiqemi nga fryma e Perëndisë, gjithë secili prej nesh. Fryma e Perëndisë të na drejtojë çdo njerin prej nesh, vëllezër, aleluja. Mos lakmoni për lart. Mos lakmoni, motra dhe vëllezër, të bëhem i madh. Por çfarë thotë Zoti? Por rrini me të përullurit. Kjo nuk të turpëron as pak. Të rish me të përullurit, motra dhe vëllezër, aleluja, në atë që është i thjeshtë, në atë që është i përullur. Përkundrazi, kjo të lartëson. Unë erdha, tha Zoti i plot fuqishëm, krijuesi, motra dhe vëllezër, i gjithçkaje, për mëkatarët. Erdhi për të varfrit, motra dhe vëllezër, erdhi për të gjithë ata që janë të braktisur. Dhe ai i përqafonte. Dhe ai, motra dhe vëllezër, nuk nguronte. Megjithëse ishin në atë gjendje. E falenderojmë Perëndin. Mos e mbani veten për të mençur. Mos ja ktheni kurkujt të keqen me të keqe.
Kërkoni të bëni të mirën përpara të gjithë njerëzve. Asnjëherë mos ja kthej të keqen me të keqe dikujt, thotë Zoti, vëllezër, aleluja. Por bëj të mirën. Bëj mirë, thotë motra dhe vëllezër, lavdiem. Këto shikon Zoti në ne. Këto shikon motra dhe vëllezër, aleluja, dhe përpiqet Zoti të na mësojë. Dhe jeta jonë këtu është shkollë, motra dhe vëllezër, lavdi Zotit. Dhe ne jemi gjithmonë nxënës, ku Zoti ynë na mëson të gjithëve. Dhe për të gjitha këto që na mëson, motra dhe vëllezër, na kalon në përgjithësitë, na kalon në një provim, motra dhe vëllezër, aleluja, që të dalim të aprovuar nga Perëndia, kur ne i kalojmë me sukses të gjitha këto gjëra. E falenderojmë Perëndin. Po të jetë e mundur dhe aq sa varet prej jush, jetoni në paqe me të gjithë njerëzit. Aq sa varet prej jush. Domethënë të mos jeni ju shkak që njerëzit, motra dhe vëllezër, të mos afrohen me ju. Por aq sa varet në ju, qëndroni në paqe me të gjithë njerëzit. Mos u akmerrni për veten tuaj, o të dashur, por i jepni vend zemrimit të Perëndisë, sepse është shkruar, mua më përket akmarrja. Unë kam për të shpaguar, thot Zoti. Mos u akmerr për tjetrin, thot. Do t'ja bëj kështu, do t'ja bëj ashtu, përkundrazi. Bëj të mirë, thot Zoti atij. Sepse është Zoti ai që shikon edhe veprimin tënd, edhe veprimin e tjetrit. Dhe Zoti është ai që do të vendosë drejtësinë, vëllezër. E falenderojmë Perëndin. Ne na urdhëron Zoti të jemi të ngjashëm me të. Nuk do vendosim ne, motra dhe vëllezër, por të ngjashëm me birin e tij, Jezus Krishtin, që erdhi në mish si ne. Lavdi emri të shenjtë. Ai është shembulli ynë në jetën tonë. Dhe thot këtu në qoftë se armiku yt ka uri, jepi të ajë. Në pas të etje, jepi të pije. Sepse duke bërë këtë, do të grumbullosh mbi kryet të tij të ngjit të ndezur. Duke i bërë mirë, ai do arrijë të kuptojë çfarë po bën. Do t'i vesh të ngjit të ndezur në kokë që të shohë. Do të digjet për brenda çfarë po bëj unë, do thotë. Kur ti i bën mirë, unë gjithmonë të keqe, ai gjithmonë të mirë më bën. Do vij në vete, vëllezër, aleluja. Dhe ky është qëllimi. Nuk është qëllimi, motra dhe vëllezër, aleluja, ndëshkimi. Unë nuk kam ardhur të gjykoj botën, vëllezër. Unë kam ardhur të shpëtoj botën. Dhe thirrja jonë nga Perëndia është të jemi, motra dhe vëllezër, aleluja, dëshmitarë të Jezus Krishtit. Të dëshmojmë për këtë vepër, për çfarë erdhi Jezus Krishti. Në jetën tonë, me jetën tonë, motra dhe vëllezër, aleluja, të jemi të ngjashëm me të. E falenderojmë Perëndin. Amen. Mos u mund nga e keqja, por mundet të keqen me të mirë. Mos u mund nga e keqja. Keq, më bëjnë keq, nuk më duan, gjithmonë më shajnë, gjithmonë. Këto ka bërë me mua, thot Jezus Krishti. Mos u mund nga kjo, thot. Griu, merr forcat të tjera. Unë jam me ty, thot Zoti. Unë s'të kam praktisur asnjëherë. Eja, së bashku do ta bëjmë këtë vepër, sepse kam përgatitur diçka tjetër për ty. Kjo është rruga që do të kalojmë. Po nuk është fundi, vëllezër, aleluja. Lavdi emrit të shenjtë. Kjo është rruga nëpërmjet të cilës Zoti na udhëheq, vëllezër. E falenderojmë Perëndin. Dhe një ditë do të shohim lavdinë e qiellit. Do të shohim, motra dhe vëllezër, ardhjen e Zotit tonë. Do të shohim, motra dhe do të jetojmë së bashku me të, përjetësisht me të. E falenderojmë Perëndin. Ky është qëllimi i Perëndis, vëllezër. Dhe ne nuk jemi më bota apo si në botë, apo si që ishim më përpara. Ne, motra dhe vëllezër, jemi popull i zgjedhur më vete për vepra të mira. Amin. Zoti na bekojë.